6 muaj pa pikën e ujit, 6 muaj harres, premtime dhe etje. Por sot, banorët e fshatit Dardë në Librash thanë mjaft. Që nga fillimi këtij viti, burimi të Gurë-Bardhës ju vendos një gardh arbitrar, një rrethim që izoloi një pasuri natyrore dhe u hëngri banorëve të drejtën më elementare, mundësinë për të rregulluar tubacionet e tyre të dëmtuara. Të gjendur përballë ignorimit të plot, sot vetë banorët e revoltuar morën situatën në dorë. Ata u bashkuan, shkullën gardhin bllokues dhe ndërhyrën vetë për ta rikthyer ujin në shtëpitë e tyre. Uji është pasuri publike, është jetë dhe nuk mund të rrethohet me gardhe. Si nismë mbro lumin Shkumbi në Librash, ne qëndrojmë krah çdo qytetari që mbron burimet tona natyrore. Kur institucionet heshtin, komuniteti vetë organizohet. Për gëzime banorëve të Dardës për kurajën. Shikoni me vëmendje këto pamje. Tani, po ju tregojmë se si uji i rrjedhshëm ishte futur brenda në tuba, ndërsa investimet e vetë banorëve ishin hedhur tej dhe zvarr nga kompania, pa pyetur as pak për nevojat e komunitetit.